top Lis Shoshi dhe Bickerstaff. Më i larti është Lisi edhe topin e merr Risi. Me njerë në brendi të Risi shumë pasim i fuqishëm atje dhe me njerë në stat topi humbur. Shofim gëzimi tash se Okon nuk është duke startuar, po e ruan në Sharini për start më vonshëm. Anderson për Meritonin i cili sonte startoi bukur e pa Lejsonin në thellësi te Bickerstaffi, asiston dhe realizon Zeshiri asistim Bickerstaff për pikët e para dhe përsim prej 2-0. Allen është Lisin në brendi atje edhe një herë, edhe një pasim i gabueshëm i John Risit. Joseph, në fakt, Joe Risit. Dy topa të humbur të tij, tentim për treshe nga Kian Anderson. Lojtari i cili luajti në Kosovë për Z-Mobile Prishtina në atë edicionin historik 2018-19, kur Sigal Prishtina e mbylli pjesën e rregullt kampionatit pa humbje 28-0 e në play-off luajti me 6 fitore, vetëm një disuat, bukur për mrekulli. Asistim nga Scott dhe pikët e para 5-2. Tentim për 3 pik, airball, por e përmirëson për mrekulli Bickerstaff. Tentimi Cousinsit, lojtari kryesori bashkimit me 14 presje, 3 pik, Erion Kastrati, pran Meriton Ismaili tenton dhe realizon, edhe pse i penguar dhe ndoshta me kontakt aty 7-4. Pikët e para të Erionit. Lejsoni me blok për Kuzinsin i cili tenton të përbirohet atje. I fundit me top luan Kuzins. Kërcimi Lis Shoshit mirë, po nuk dorëzohet atje Kuzins. Megjithatë luajti i fundit me këmbë Ajzea është ka mungu një kohë dhe mungesa e tij është vërejtur. Scott Erion Kastratin ati në brendi për Risin. Opa, Allen nga pozita e tij dhe është kjo pozite Trevon Allenit i cili bombardon dhe rezultatin e barazon. Përgjigjet në treshën e Andersonit me treshe Ismaili për Bickerstaffin mbi Lis Shoshin. E rikthene përsin minimale. Përsia më e lartë e bashkimit deri tash ishte 5 pik. Scott atje anësh për Risin i cili nuk është shumë i disponuar për lojë. Në fillim 2 topa të humbur dhe 2 huqe. Në anën tjetër Merit Lejson Zeshiri, më falni. Lejsoni bombardon. Kastrati e pret atje blokun e Shoshit. E të shofim është foul i lojtarit me numër 11, Isaiah Cousins. Tentim për 2 pik nga Scott e huq, mirë, po Lis Shoshi e përmirëson, asiston për Risin, afrohet rezultati në 12-9.
Lejsoni tenton mbi Liz Shoshin, topi hynë del i pa fat Lejsoni në këtë tentim. 4 minutat e para kalojnë, rezultati është i ngushtë, ishte i pavëmendshëm, atje luan me këmbë. Kontakti fundit i Janjevës, të ardhurit nga Sigal Prishtina, këtë vjesht. Shumë ndryshime edhe tek lojtarët vendor. Allen për mrekulli, deporton atje, i gjen vetës korridorin e deportimit dhe e afron rezultatin përsëri në 12-11, po i shihni edhe përqindjet e tresheve. Nga një pozitë e vështirë, topi Hamendet, atë hyn apo mos hyn, në fund përfundon në kosh për 15-11. Në ekranin tim është paraqitur një pengesë dhe nuk po shoh mirë atë se çka po ndodh. Isaiah Cousins për Andersonin nga një pozitë e vështirë, tenton dhe për treshe realizon. Erion Kastrati dalet në mënyrë të palejuar. Erioni me top atje, pick and roll i Scottit, por nuk kuptohet mirë me Allenin. Muhamed Ali Janjeva deporton atje në kënd. Tentimi Lejson Zeqirit për 3 pikë. Ik Trevon Allen për mrekulli, deporton dhe e ngulit për të afru rezultatin në 18-13. Zimorina, kapiteni, do të futet për herë të parë. Edhe njëherë Lejsoni, topi i hyne, i del prej koshit. Mirë po, vjen për mirësimi për 20-13. Scott për Erionin Kastratin, lëvizje bukur mashtruese Erionit. Scott për ballë ka Janjevën, ka kohë për këtë sulme edhe 9 sekonda, mbrojtje zonale. Tentim për 3 pikë, edhe knej topi hynë del. Kian Anderson për mrekulli, deporton atje, deri te Janjeva, Gjuan nuk realizon, Lejson Zeqiri e kap topin. Kian Anderson, lëvizje bukur mashtruese, çfarë asistimi i Kian Andersonit për 22-13, e përsia më e lartë e bashkimit deri tash. Kastrati për ball Risi, deporton deri në fund, nuk ka pikë. Lojtari me numër 23 ka shkaktuar personale. Edhe njëherë Anderson me këtë asistim fenomenal për të Lejson Zeqiri. Ndërsa Janjeva ndërshkohet me personale. Kastrati në tentimin e tij të parë i pasakt, mbetet 22-13 rezultati. 9 pikë të Andersonit, ja, kësaj radhe realizon për 22-14, e përsia më e lartë e bashkimit ishte 9 pikë. Aqësaj ka Kian Anderson, që ka realizuar 3 treshe pa huq asnjë. Është faul këndaj Isaiah Cousinsit.
lojtarit kryesor të Bashkimit. Të lashe me rivënjën e topit, tentim për 3 pikë dhe edhe një treshe. Sa e radhe është nigeriani Ikenwamu i Porsa Ardhuri edhe në ndeshje me Prishtinën, realizoi 4-3 pikësha, ishte fantastik. Tentimi Trevon Allenit, nuk arrin të përgjigjet me 3 pikësh, 25 me 14 është kjo treshja e 5 e Bashkimit sonte. 3 prej tyre i ka realizuar Kian Anderson Cousins me rolling të bukur, por Rees ja teron atje. E shpëton këtë top Kastrati, Scott me kundërsulm të shpejt, 2 minutat e fundit të këtij çereku, jashtëzakonisht dinamik, dhe me shumë pik. Erion Kastrati për treshe nga këndi, nuk realizon topi, kthehet gëzimit kapitenit Kastrati, loj 1-1 me Lejson Zeqirin. Dhe ate që nuk arritën ta bojnë të tjerët, e bën kapiteni Gzim Kastrati për treshën e dytë. Përgjigjet në treshe parës me treshën e tij për të afruar rezultatin në 25 me 17. E zbut disavantazhin përsëri në një shifror. Janjeva e kërkon atje topin Lake dhe Rees. E fauli Joseph Reesit. Dyshën e 3 cm Rees dhe Lake dyshën e 9. Natyrisht, ja, kjo është treshja e Gzim Kastratit. Shkon për të pushu pak Joe Rees dhe atë minuta për gigantin Brandon Hoffman. Ne shkojmë qendër për qendër, të dytë ka dyshën e 9, ja aty Armstedi. Malcolm Armstead i Porsa Ardhuri tek Bashkimin, ndërsa mungesa e Bejlit vazhdon, e pat aty edhe Jeremiah Bejlin i lënduari, edhe Valion Bunjaku është i lënduar. Erion Kastrati lufton atje dhe pati atje kontakt. Erion Kastrati përshëndetet me trajnerin Jeronimo Sharin, thot unë gabova aty, sidoqoftë personale. Fakt e meritonit qenka personale, apo jo, Dequan Lake. Atë është Dequan Lake-ut. Wamu, pick and rolli në betejë e madhe atje. Lufton Lake me Gzim Orinën dhe e fiton edhe këtë duel për 29 me 19. Rikthene përsin 2 shifrore, 40 sekundat e fundit, e vjedh këtë top. Edhe një pasim gabim i Scottit, i cili e përmirëson Trevon Allen. Lëvizje bukur, mashtruese e tij Gjuan nuk realizon. Ikenwamu kundër sulmi shpejt, Janjeva nuk ngutet të ndalet. Edhe Ismaili kërkon trajneri Jovic, më falni, që të hapët loja. Lake ndihmon me pick and roll Wamun, drejt dhe në duar të Trevon Allenit. Meriton Ismaili, shkon atje për ta penguar dhe kosh faul, sistemi bukur i Trevon Allenit prapa shpinës. Edhe njëherë bukur, ndërsa Meritoni e ndalë në mënyrë të paliuar Antown Scottin. Një presje 6 sekonda deri në fund të çereku të parë, e zbusin disavantazhin 29 me 21. Edhe nga vija gjuajtjeve të lira, i sakt. Shala do të
afrohet atje, do të luaj flaster. Një presje 6 sekonda, Meritoni tenton. Dhe nuk realizon, çereku i parë mbyllet me 7 pike përsi, edhe pse përsin më të lim. Vazhdon atje në këtë çerek të luaj Altin Shala. Shala te Nwamu. Kemi një mismatch. Ndihmojnë atje Gzimi. Për Lejsonin shpejt lëviz topi i vetmuar Nwamu. Edhe këte po e kërkon trajneri Jovovic. Qarkullimi shpejt, ekstra lojtari lirë, mundësisht taj me qenë Nwamu ose Anderson që janë shënues të mirë për 3 pik. Në anën tjetër përgjigja vjen nga giganti Brandon Hoffman. 31 me 24 personale e nëse zgaboj Altin Shalës, po. Po ndjek në hap atje. Detyra Jeronimo Sharinit për Shalën është që ta ndjek si hije atje në Nwamun dhe mos ta lë që të tentoj për 3 pik. Anderson kësaj radhe, edhe nëse nuk është tash, nëse nuk është Nwamu, atëherë është Anderson. 2 herë është, bombardojmë me treshe për të rikthyer e përsin 2 shifrore. Allen për Gzimorinën, i cili lufton atje me Lejson Zeshirin për mrekulli, përvoja e bënd vetën. 34 me 26 me një horog Gzimorina. Kastrati e pamundson me këmbë pasimin të Meritoni. Ken Anderson i shkëlqyeshëm, 3 tentime, 3 treshe në çerekun e parë nga një kthim e asistim. Nwamu për Andersonin, tandemi Anderson dhe Nwamu po funksionon me vërtet mirë në start të këtij dueli. Anderson prej çfarë distance tentoi kësaj radhe nuk e qëlloj. Kuqe ati e partë për 3 pik. Trevon Allen e shek koridorin, shkon deri në fund dhe asiston kur tamam menduan lojtarët e Bashkimit se e mbyllën në kurth atje, e blokuan, po e përbiron topin sikur se parës prapa shpinës Trevon Allen tek Brandon Hoffman. Ja, edhe një herë bukur atje me një lob të Hoffmani, i cili ndalet në mënyrë të paliuar. Do ta ketë edhe një gjuajtje të lirë. Brandon Hoffman, Jovic me Dequan Lakun, i cili ishte fantastik sidomos në ciklin e parë, po ashtu edhe në ndeshjet e ndërkombëtare të FIBA Europe Cup. 5 pik të Hoffmanit, i cili ka 2 kërcime. Ken Anderson, bukur në brendi, asistim fenomenal i Andersonit për Bickerstaffin për 36 me 29. Kastrati dhe Anderson e kemi një mismatch atje. Ani Erioni, Hoffman mbetet me Janjevën. Trevon Allen e kërkoi topin, nuk ja pasoi Erioni. Nuk e pa, ishte afër atje Trevon Allen. Shala. Personale e tij ndaj Ken Andersonit. Nwamu ullet për të pushuar në lojë, kthehet Isaiah Cousins, i cili ende nuk e ka marrë vetën si duhet, ende nuk është në atë formën e tij më të mirë. Pas lëndimit, dërsa edhe më tej po mungon Jeremiah Bailey. Bickerstaff e pase Hoffman mund ta pengoj atje, tenton deri në fund, nuk realizon dhe faul është ky i Isaiah Cousinsit. Sonte i jo i disponuar për lojë Cousins. Shkakton personale ndaj Anton Scottit, bukur e mbylli atje Scott. Morina kërkon atje hapësinë dhe topin nga Trevon Allen. Oh, sa bukur Altin Shala me edhe një lob, po kanë të lashe me ndal Brandon Hoffmanin.
Është ky faulli i tretë i Bashkimit në çerekun e dytë. Nuk po kanë zgjidhje se si ta ndalin Hafmanin me këmbë luan Janjeva. 14 sekonda të reja për sulmin e Golden Eagle Lullit. Shalja do të rivë topin. Ka Telashe, sa bukur atje, bashkëpunimi Gzim Morinës dhe Altin Shalës. E rivën topin, Gzimi asiston për mrekulli, Altini depërton deri në fund dhe realizon për 36 me 31, për sëri afrohet në 5. Anderson për Bickerstaffin, i cili depërton, nuk arrin të ndalet edhe realizon 38 me 31. Morina për Altin Shalën, tenton për 3 pik, nuk ka shënim. Nga prapa, Hafman ka shkelur vin, Isaiah Cousins e pace si u zgjat atje Hafmani, ja dikur kapiteni Artingashi. 2 vjet e gjysmë ishte i lënduar, u rikthye edicionin e kaluar për të kontribuar për klubin e tij. Shala po kanë Telashe atje, opa, Hafman luftan dhe luan i fundit me këmbë. U ngatrua atje, po kanë Telashe me rivënien e topit lojtarët e Golden Eagle Lullit, me të vërtet mbrojtje e jashtëzakonshme e Bashkimit. Jan Anderson, lëvizje bukur mashtruese e tij për Janjevën. Çfarë asistimi për toke i mrekullueshëm është Krian Anderson. 12 pikë të tij dhe ky është asistimi i 4. Lejsoni shkakton faul, pa dashje atje, i kërkon edhe ndjes, edhe njëherë ky asistimi i Krian Andersonit i 4 i sonte. Përveç 12 pikëve, 4 treshe të Krian Andersonit, të gjitha pra i ka realizuar. Jashtë 75-shit Scott, 2 fishohet Gzim Morina, u vonu atje për të gjuajtur, mbrojtje e mirë Poshini, s'ka pozita të lehta dhe të lira, mbrojtje tet agresive dhe granite Bashkimit, po i detyrojnë lojtarët e Golden Eagle Lullit që të gjuajnë nga pozita të vështira dhe të huqin, e deri tash 9-2 janë për treshe, e pat edhe ju vetë shpejt lëviz topi Anderson, i vetë muar atje, shpejt qarkullon topit e Bashkimi, gjindet ai ekstra lojtari në këto raste, po është Krian Anderson i cili po bombardon me treshen e tij të 5 zonte nga 6 tentime, 15 pikë të Krian Andersonit për të rikthyer maksimumin prej 12 pikëve. Depërton deri në fund, Anton Scott për 43 me 33. Kemi hyrë në 5 minutat e fundit të pjesës së parë. Vazhdimisht tani Anderson po është ai i cili po e organizon sulmin. Cousins përballë ka Trevon Allenin, kërkon hapjen. Lejsonin në treshe, tenton atje nga distanca për 2 pikë, është i pasakt, asgjë nuk po i shkon sonte si duhet Cousinsit. 6 tentime nga loja, as një pikë e vetme e tij. Për mrekulli, në thellësi realizon kapiteni Gzim Morina për 43 me 35 dhe detyron trajnerin Maljazes Igor Jovovicin që të kërkon timeout. 43-35, ndërsa ka mbetur edhe 4 minuta 20 sekonda sakt deri në fund. Ja, po i shohim edhe statistikat, dominim absolut i Bashkimit, sa i përket tresheve, 7 treshe të Bashkimit edhe vetëm 2 të Golden Eagle Lullit. Dhe kjo është fala asaj mbrojtjes agresive, 8 agresive, po e shihni pra në kërcime, pra janë aty dikun edhe në asistime afër 12 me 10.
saj përket pikëve të realizuara në brendi të trapezit në atë zonën e lyer, 22-18 për Golden Eagle Yllin, i cili është shumë i shpejt, më i mirë në kundërsulme, 5 pikë të Golden Eagle Yllit dhe asnjë pikë e realizuar nga kundërsulmet e Bashkimit. Mirë po ky njeri, Kian Andersoni, me bombardimet e tij, është ai që po e bën dallimin. 5 treshe të realizuara, 15 pikë të Kian Andersonit nga 6 tentime, është fenomenal. Në përgjithësi, pra ajo që po e bën dallimin në pjesën e parë për Bashkimin janë 5 treshet e lojtarit me numër 5 të Bashkimi, Kian Anderson. Po që edhe sa është dallimi mes të tresheve të realizuara të Bashkimit dhe Golden Eagle Yllit aktualisht. Lojtari me numër 5, Kian Anderson, 5 treshe, Ylli i ka 5 treshe më pak. Bukur atje, Scott e vjedh topin, ik në kundërsulm dhe e afron rezultatin përsëri vetëm në 6. Sa shpejt fal tresheve të Andersonit, Bashkimi po shkputet në e përsi 2 shifrore. Mirë po, me një anën tjetër, janë kundërsulmet e shpejta dhe realizimet në brendi të trapezit të Golden Eagle Yllit, ato që po e afrojnë rezultatin. Sa i përket 2 pikshave, mund të them që Bashkimi tani në këto 3 sulmet e fundit e uli përqindjen goxha shumë. Scott, luft e madhe e Hafmanit. Bickerstaff shkakton personale. Nuk e ka të lehtë Bickerstaffi që të luaj me Hafmanin, edhe pse thot po shtyhen atje Hafman me bryl. Megjithatë, nga prapa ishte Bickerstaffi ai që e shtyu dhe shkaktoi personale. 43-37. Timeout ka kërkuar trajneri Jeromo Sharin. Ka plotësu bonusin skuadra e Bashkimit. 5 personale i ka në këtë çerek të dytë. 2 personale i ka Golden Eagle Ylli. Vojmiri në parket pa dyshim, pra është me 15 pikë të realizuara deri tash dhe 4 asistime. Është Kian Anderson, për krahu e ka TJ Bickerstaffin, i cili ka realizuar 12 pikë, edhe e ka efikasitetin fenomenal, gati perfekt, 6-2 piksha nga 7 tentime. Pra i ka nda punt me Andersonin Bickerstaffi. Andersoni përgjes për treshe, nga 6 tentime 5 të realizuara. Në anën tjetër, Bickerstaff nga 7-2 piksha të tentuar, 6 i ka realizuar. Nërsa, sa i përket skuadrës Golden Eagle Yllit, kemi tani 4 lojtarë, falni, me nga 7 pikë të realizuara. Shënimi pikëve i distribuar në mënyrë të njëjtë. Scott 7 pikë, Trevon Allen 7, Ximorina 7 dhe Brandon Hoffman. Jo më 7, po 8, bëhet kosha shënuesi më i mirë të Ylli. Realizon edhe këte gjuajtje të lirë të dyjat për të afru rezultatin në vetëm 4. Asnjëherë, pas ati rezultati prej 15-11 në minutin e 3, rezultati nuk u afrua në 4 pikë. Një seri e suksesshme. Tentim për 3 pikë i Kazinsit, Erion Kastrati. Shkakton personale. (43-39). Anderson do të arrivoj topin. Kanë vetur edhe 3 minuta 10 sekonda deri në fund të pjesë së parë të kësaj ndeshje shumë të rëndësishme për të dyja skuadrat. Lejson Zeqiri vetmuar nga këndi tenton, nuk realizon Lake më i larti në kërcim.
Dhe Liz Shoshi lufton për këtë top. Ja kapën nga dora Dequan Lakewood të posa inkuadruar. Topi ishte për Golden Eagle Yllin si i disputueshëm. E nashme do të jetë i bashkimit. E vren atje Anton Scott të vetmuar në kënd Liz Shoshin. Din Lisi që të bombardon nga këndi për 3 pik. Edhe 15 sekonda për këtë sulm. Liz Shoshi dhe Hoffman të dytë për top. Morina nga një pozitë e vështirë, tenton, nuk realizon. Lisi me maje të gishtave atje, e dëbon, asiston dhe Hoffman realizon për 43-41, afrohet rezultati në vetëm 2 pikë. Brandon Hoffman tani e huqë edhe Kian Andersoni tentimin e tij vetëm të dytë, ndërsa Hoffman me 11 pikë është fenomenal. Opa, vjen treshja e Anton Scottit dhe e përsia e parë e Golden Eagle Yllit në minutin e 18. Një seri fenomenale e Golden Eagle Yllit, tentim për me u përgjegjë. Janjeva e kap të top dhe tani kemi betejë të madhe në fund të pjesës së parë. Top i vjedhur, Kastrati për Morinën, shkon deri në fund Scott, nuk realizon. Lisi lufton dhe ngatrohen atje Scott dhe Liz Shoshi. Pas e përsis prej 12 pikve, 43-31, e kemi një seri prej 13-0 të Golden Eagle Yllit, çfarë rikthimi në fund të pjesës së parë. Lejsoni, lëvizje bukur mashtruese Nwamu mbi Liz Shoshi. Përgjigjet në treshe me treshe, 4 minuta s'pat pik të bashkimit e me të kthyer në parket. Përgjigjet në treshen e Scottit me treshe Nwamu. Hoffman më i merituari për këtë rikthim të Golden Eagle Yllit. Brandon Hoffman, pika e tij e 13, i ka dhe 5 kërcime dhe një top të vjedhur. Artin Gashi do të rikthet. Lejsoni me treshe. Përgjigjet bashkimi me 2 treshe rësh. Çfarë drame, çfarë loje e bukur. Undez atmosfera në 13 qershori. 49-46 Scott e dorëzon topin shpejt atje Erioni. Lëvizje e shpejt dhe gabim në hapa nga Anton Scott. Duhet përgëzuar Golden Eagle Yllin për këtë rikthim fenomenal. Me një seri prej 13-0, ku pa dyshim pra në këtë seri prej 13-0 me 13 pikët e tij u dallua Brandon Hoffman perfekt. Çka do që ka gjujt, qoftë nga loja për 2 pika apo nga vija gjuajtjeve të lira, giganti i Golden Eagle Yllit ka realizu 4-2 piksha, 8-4 ti ka dërgu të vendi, 5 gjuajtje të lira, 8-5 të vendi, 13 pik të Brandon Hoffmanit, i cili ka edhe 5 kërcime, dhe është më i merituari për rikthimin e Golden Eagle Yllit në loj prej ati -12 që ishte rezultati 43-31, dhe me ndihmën e gigantit të cilin Jeronimo Sharin e shfryzoi për mrekulli, arriti që jo vetëm të afrohet, por edhe të kaloj për herë të parë në përsi minimale prej një pike 4, ja po i shihni edhe hartën e gjuajtjeve. Pra rezultati 43-31 ishte kur kishin mbetur edhe 5 minuta 27 sekonda loj deri në fund të pjesës së parë. Dhe me treshën e Anton Scottit, kur kishin mbetur edhe 2 minuta 16 sekonda, skuadra e Golden Eagle Yllit për herë të parë dhe të fundit deri tash dolin e përsi. Rezultati i parës u barazua një herë pas asaj treshe të Nwamut. Mirë po, Lejson Zeqiri me 3 pikshin e tij
e dërgoj në distancë prej 3 pikëve për sëri Bashkimin. Çfarë lojë mirë. Opa, Lejk atje lufton me Anton Scottin. Po. Fauli Anton Scottit. Që besa pak situate dyshimt. Njëherë më duk që Anton Scott e kishte kapur për dore, si do qoftë. Time out kërkon trajneri Irani Mosharin, 23 presje 3 sekonda deri në fund, një rikthim fenomenal. Me të vërtet po shohim edhe sonte mungesa te Golden Eagle Ylli. Pra nuk është Arjani Çallaku, nuk është as Lovre Bashić. Dy lojtar të rëndësishëm të Golden Eagle Ylli. Lovre Bashići, i cili është asistuesi ndër më të mirët në elitën e basketbollit kosovar me një mesatare prej 6 asistime për ndeshje. I ka mesatarisht edhe 7 pikë. Në anën tjetër edhe Arjan Çallaku me 6 pikë, 4 kërcime dhe 2 asistime. Sidomos në çastet vendimtare, është ime madhe për skuadrën e Golden Eagle Yllit, edhe ai po mungon, por në anën tjetër po mungojnë edhe Valjon Bunjaku dhe Jeremiah Bailey. Ja, aty e pam për një çast edhe Ushtrim Reshiten, kolegun ton Klan Kosova, një prej tifozëve më të devotshëm të Golden Eagle Yllit dhe Ballkanit sportit Suarekas në përgjithësi. I gëzohet shënimit të koshit të skuadrës së tij. Ka të lashe me rivënjën e topit. Ken Anderson atje me gjithate Rimera top nga Gzimorina dhe faul në sulm nga Iken Wamu. Të dyja skuadrat e kanë plotësuar bonusin. Lejson Zeqiri atje vazhdon debatin me referin kryesor Gadim Shabani. Natyrisht Lejsoni është kapiten dhe ka të drejtë që të diskutoj. Scott dhe Nwamu. Lisi e bën blokun, tani një mismatch Bickerstaff me Scottin. Scott për Erion Kastratin, i cili tenton, nuk realizon. Lejson Zeqiri me gjithate edhe një sekund tenton dhe pjesa e parë mbyllët me rezultatin 49-46. Një qerek zësë reprezentacionit para kualifikimeve, erdhi një rënje e madhe, 4 disfata rësht nga Vllazimi Rahoveci, pastaj Trepqa e Prishtina. Edhe sonte kërkon rikthimin, në anën tjetër edhe Golden Eagle Ylli në 50 vjetorin e themelimit ka hyrë në këtë edicion me qëllim dhe synime të larta, mirë po cikli par vetëm një fitore 6 humbje, në ciklin e dytë 2-2, 2 fitore e 2 humbje dhe sonte të dyja skuadrat pra kërkojnë fitoren, si do të jetë mbetet të shihet, arriti Ylli që të anulloj minusin prej 12 pikëve, madje edhe të kalojnë e përsi minimale 43-44, mirë po me 2 treshet e Andersonit dhe Lejson Zeqirit, kapitenit, pjesën e parë e mbyllën me 3 pike përsi. Edhe njëherë është Trevon Allen i cili e nisi pjesën e dytë me shënimin e parë për Golden Eagle Ylli. Wamu shumë i rrezikshëm, me të vërtet jashtëzakonisht efikas në tentimet për 3 pikë. Wamu edhe i fuqishëm, gabon atje në pranim të topit. Bickerstaff e vjedh këtë top Trevon Allen, një prej 2 lojtarëve kryesor të Golden Eagle Yllit. Scott. Larg, shumë larg është Muhamed Ali Anjeva prej Scottit. Edhe këtë e shfrytëzon Anton Scott, i cili bombardon dhe e realizon pikën e tij të 13. Në anën tjetër Nwamu
dashta me thonë heq mos e këshirë se këtë top ka me shku të vendi. I hatashëm është Iken Wamu, shumë i rrezikshëm, shumë efikas. 52-51, rëbesh i tresheve. E fiton këtë top Janjeva, luftoj atje me Erionin Kastratin. Në vend të Janjevës në loj Meriton Ismaili. E nisi ndeshën Meritoni, e pat vetëm një asistim dhe një tentim për treshe cili nuk e realizoj. Shkurt luajti Meriton, sa bukur atje në brendi për Bickerstaffin dhe tani një seri e shprejt pej 5-0 për të rikthyer atë 3 pik plus nga pjesa e parë. Pick and roll me Lisin, Trevon Allen vendos që të luaj vetëm. Ka mundur t'ja pasoj më shpejt atje Lis Shoshit. Nwamu, sa bukur e zhjedh këtë presion Iken Wamu. Mbyllje e mirë nga Trevon Allen, i vetmuar atje situat 1-3 dhe ndaljet natyrisht. Po, vazhdon që ta udhëheq topin vet. Kur s'ka çka me bo, e pason të Skoti, i cili tentoj nga larg atje. Bickerstaff i vëmendshëm. Wamu, me të vërtet lojtar shumë i mirë. Iken Wamu. Anderson kërkon që të rishikohet situata. E feri Arjan Kurtalanit të shofim. Ka të drejt. Ka të drejt aty. Dhe pa rishikim të situatës, japin topin dhe kanë të drejt. Sepse ishte topi i dëbuar nga dora Kian Andersonit, 17 sekunda për këtë sulm. Ka të lashit tani me rivënjën e topit në loj bashkimi, një mbrojtje shumë agresive e Golden Eagle Yllit. Ndizet loja, Lejson Zeqiri me tentim për 3 pik, nuk realizon atje. Nga trohon Meritoni dhe Bickerstaffi në luftën e tyre të madhe për ta fituar top. Si thonë, kur dy veta luftojnë, i treti fiton. Topin e fitoi Golden Eagle Ylli, Bickerstaff bën pressing, e shtyen nga prapa Lis Shoshin, i cili kërkon gjuajtje të lira. Kërkojnë tentim për 2 pik pasi ishte nisur në depërtim Lis Shoshi. Mirë po, referët e japin rivënjën e topit nga anash. Trevon Allen nga një pozite vështirë mbi Lejsonin, tenton, nuk realizon. Reese atje lufton, e gabon pasimin kundër sulmi shpejt. Anderson, fauli Trevon Allenit nuk referohet në anën tjetër. Lejson Zeqiri realizon për 56-51. Kemi një seri të shpejt prej 7-0 të bashkimit, i cili e rikthen -2 në +5. Luftë e madhe atje. Kërkojnë faul të Bickerstaffit nga i Lis Shoshit. Scott, edhe 5 sekunda. Reese, ja vjedh topin atje. Lejson Zeqiri kërkojnë faul. Kian Anderson, nuk ka faula. Lufton atje Trevon Allen. Andersoni asiston. Lejson Zeqiri realizon. 57-51. Vazhdon seria prej 9-0. Kërkojnë faula, po ishte kriter në të dyja anët, pati kontakte, lejuan referët faula knej, faula nej, pati kontakte dhe saj radhe ndërshkot Meriton Ismaili me personale. Ankohet atje Erioni për faul me Muhamed Ali Janjeva, do të rikthehet në loj. Personalja e katërt e Meriton Ismailit, andaj edhe e tërhekën nga loja
Igor Jovovic spjegohet atje Meritoni me trenerin Jovovic se shka bëri Scott tenton nuk realizon. Bickerstaff më i larti në kërcim. Time out kërkon Jeronimo Sharën dhe ka të drejtë sepse 58 me 51. Të shofim edhe njëherë. Kërkojnë kosh foul. Nwamo dalet në mënyrë të palejuar. Shënimi pranohet. 60 me 51, çfarë serie e shpejt prej 11 me 0. Përgjigjet Bashkimi në atë serin prej 13 me 0 që e pati në fund të pjesës së parë, kur edhe doli në epërsi minimale. Golden Eagle Lulli tani me një seri fantastike prej 11 me 0. Me këto 2 pikët e fundit të Iken Nwamut e ngrit rezultatin plus 9. Shënimi i Iken Nwamut pranohet, do të jetë edhe një gjuajtje lirë definitivisht. Pra pas asaj treshe për 49 me 51, Anton Scott realizoi 3 pikshin dhe e kaloi skuadrën e Golden Eagle Lullit në epërsin më të lartë deri tash 49 me 51. Mirë po përgjigja me njëherë erdhi nga Iken Nwamu me 3 piksh. Dhe e nisi serin për 11 me 0 pas Nwamut ishte Bickerstaffja i cili e vazhdoj para se në seri të tij prej 4 pikëve rresht të hynte edhe Lejson Zeqiri. E në fund pra ai i cili e filloi edhe mbylli, pra e filloi me treshin Nwamu edhe e mbylli pikërisht Iken Nwamu me kosh faul. Do ta ketë edhe një gjuajtje të lirë dhe mundësin që ta ngrit përsëri rezultatin e përsin në 2 shifrore. Zakonisht është i sakt nga vija gjuajtjeve të lira Nwamu. 61 me 51, 12 me 0 seri e Bashkimit në këto 3 minutat e fundit. 14 pikë të Nwamut i cili u ngrit nga banka rezerv, 3 treshe, 2 piksha dhe gjuajtja e lirë. Hoffman lufton atje dhe çmonton koshin. Pas 3 minuta e gjysmë loj, vijnë pikët e para nga Brandon Hoffman, qendra e Golden Eagle Lullit i cili sonte me vërtet po lufton me mishe me shpirt. Nwamu, Erion Kastrati është pranë tij, kërkojnë gabim në hapa atje. Anderson për ball Lis Shoshit. Dhe mbrojtje e mirë e mbyllin mbrojtjen Trevon Allen i ik në kundërsul. Dhe ndalet në mënyrë të palejuar. Ishte tentimi Trevon Allenit për 2 pikë. Do të jenë 2 gjuajtje të lira. Deri tash 9 pikë të Trevon Allenit i cili ka dhe 3 asistime dhe 2 topa të vjedhur. Nëse shënon një nga 2 gjuajtjet e lira, atëherë do të bëhet kosha shënuesi i tretë e Golden Eagle Lullit me pikë 2 shifrore. Trevon Allen ka një efikasitet prej 75%. Nga gjuajtjet e lira, nga njëherë nuk është se veçohet me efikasitet, dekoncentrohet në disa qaste, por s'ka problem. Edhe nëse aje huq, ka kush kërcen në sund dhe realizon. 17 pikë e 5 kërcime të Brandon Hoffmanit për 61 me 55. Nwamu deporton atje, Scott e pengon, Kastrati është pranë Andersonit. Përsëri Lisi pranë Kian Andersonit, por
Edhe pse giganti 211 cm tenton me pengu, s'ka kush e nal sonte Kian Andersonin me të vërtet i hatashëm. Treshja e 6 e ti, 18 pikë, krejt për treshe. Liz Shoshi lufton atje, dalet në mënyrë të palejuar nga Daquan Lake. Ju kujtohet ajo blokada në fund të ndeshjes me Reggio Emilian. Për kësaj radhe shkaktoi personale ndaj Lisit, i cili do të jetë në vijën e gjuajtjeve të lira. Sonte për herë të parë vetëm 2 pikë deri tash të Lisit, i cili ka 3 kërcime, 2 asistime. E huq gjuajtjen e parë të lirë. Deri tash Ylli ka pas një efikasitet të mirë nga vija gjuajtjeve të lira, 70%, nga 10 tentime 7 kanë realizu. Dhe sot është e ullin shumë me këto 2 huqje. 4 gjuajtje të lira të huqura aresht, 2 Trevon Allen dhe 2 Liz Shoshi, o faul. Lëvizje mashtruese e Muhamed Ali Janjevës. Fauli i dytë i Trevon Allenit. I dyti edhe i Golden Eagle Yllit në këtë sherek. Bashkimi e ka plotësu bonusin. Më pak se 4 minuta loj. Vamu, Liz Shoshi, lëvizje bukur mashtruese e Vamut, por Lisi kësaj radhe i suksesshëm në mbrojtje Allen. Te Skoti, i cili tenton, nuk realizon. Hoffman dhe Lisi luftojnë dhe luajnë të fundit me top. 14 asistime deri tash të Golden Eagle Yllit dhe 18 të Bashkimit. Isaiah Cousins do të inkuadrohet në loj, shkon për të pushu pak. Iken Wamu fenomenal sonte nga banka rezerv, 14 minuta, 14 pikë. I jashtëzakonshëm nigeriani. Isaiah Cousins ende në kërkim të formës së tij. Anderson shpejt e Janjeva tenton, nuk realizon, më i larti në kërcim Trevon Allen. Kërcimi i tij i tretë. Zimorina do të inkuadrohet në loj, kapiteni në vend të kujt, Hoffmanit. Kemi një mismatch atje, Liz Shoshi me horok tenton, nuk realizon, më i larti nga prapa, nga plani i dytë Lake dhe fauli Liz Shoshit. 64 me 55 largohet Lisi. Personalja e pare Lisit, i cili nuk po është i kënaqur, edhe pse shumë po lufton me kontributin e tij sonte. Anderson e shfrytëzon atje bllokun e Lakeut, i cili e kap këtë top, lufton atje dhe realizon për 66 me 55. 11 pike përsi për Bashkimin tani, i është afruar përsëri e përsis më të lartë. E pengon atje mbrojtje e mirë kundër sulm i Kazinsit. Kapiteni Morina me fall të mençëm. Vërtet forca më e madhe e Bashkimit sonte po qëndronte sulmi mirë i organizuar dhe mbrojtja shumë agresive. E ka kontrollu mirë mbrojtjen dhe këto kundër sulmet e shpejta në anën tjetër, kur nuk po mbrin me i përfundu kundër sulmet me depërtim në brendi, atëherë po kthehet topi jashtë. E aty sonte kanë dominuar Kian Anderson dhe Iken Wamu. Andersoni me 6 treshe dhe Iken Wamu me 3. Për mrekulli atje asiston Kian Andersoni për e përsin më të lartë deri tash prej 13 pikëve, 68 me 55, kur ka mbetur edhe 1-50 deri në fund çereku tretë. Scott kërkon blokun nga Hoffman, e bon këte Lake dhe faul i Daquan Lakeut.
Mbrojtja agresive me të vërtet e Bashkimit, i cili po e kontrollon shumë i ritmin e lojës, po i kufizon pikët e lehta të kundërshtarit, pra me mbrojtje një pressing zonal tër fushën, po kthehet pastaj brapa me një backline mbrojtje, po e shndron edhe në zonale dhe me të vërtet i ka mbyll edhe vijat e depërtimit, edhe vijat e shënimit, ndërsa në anën tjetër me qarkullim të shpejtë të topit po e hap fushën, po krijon gjuajtje të pastra që pastaj po kombinohen edhe me kërcime në sulm dhe realizimin nga pikët e dyta. Kthehet në lojë përsëri Nwamu, fantastik, ulet për të pushu Kian Anderson, e ka meritu, edhe vërtet 25 minuta lojë të Andersonit sonte. Në këto 3 ndeshjet e fundit ka luajtur me maksimum, tentim për 3 pikë, luftë e madhe Hoffman, lufton atje e vjet këtë top Lejson Zeqiri, lufta vazhdon, topin e merr Cousins, Nwamu nuk gjuan, e kthen te Janjeva, Janjeva tenton asaj për treshe, nuk realizon dhe e ka prekur topi atje semaforin lart, mbetet 68 me 57, edhe 1 minutë e 16 sekonda deri në fund. Reagon ati Eronimo Sharin për faul. Trevon Allen bukur ati lëvizje mashtruese. Morina mbetet i vetmuar. Tentoj me pasu gëzimi e kishte Erion Kastratin në këndin tjetër të vetmuar. Është pozita e Erionit atje prej nga i ditë të qëllën. Mirë po e prej këte sulm, këte top. Trevon Allen nga një pozitë e vështirë, tentoj Gzi Morina shpëton këtë top, edhe njerë Trevon Allen te Hoffmani, Gzi Morina depërton, blokade Lakewood, ja po mundson Gzimit këto pik, 35 sekundat e fundit në qerekun e tret plus 11 për Bashkimin, Nwamu. Blok i miri Dequan Lakewood dhe faul në sulm i Ike Nwamut, ja e pate. Igor Jović e pat për ju që kuptoni gjuhën, se si unë evrikos dhe shka thënë do shkohet me teknike. Faul në sulm i Ike Nwamut. Realizon këtë gjuajtje të lirë në Town Scott. Nevrikosët me këte vendim të referve Igor Jovićit, të dy referët në këte sherek shumë o te për reaguan dhe referve se sa në pjesën e parë. 65 me 58 sekundat e fundit sulmit, deri në fund do të shkon për Golden Eagle Yllin. Hoffman hapët atje, e kërkon topin, por Scott vendos të shkon deri në fund dhe realizon për të afru në 68 me 60 rezultatin. Një seri e jashtëzakonshme. Miri në parket, deri tash Kian Anderson me 18 pikë të gjitha treshe, 6 treshe të tij. Ike Nwamu ngrit nga banka rezerv me 14 pikë të realizuara dhe Lejson Zeqiri ka 12 pikë, 4 kërcime, 4 asistime. Lake më i larti në kërcim. Fillon qereku i 4 dhe vendimtar. Bashkimi për të ndërprerë serin prej 4 humbjeve është në ciklin e dytë vjeshtor pas një cikli të parë vjeshtor fantastik me 7 fitore pa humbje. Fauli Erionit ndaj Kian Andersonit. Anderson për bale ka Scottin. Nwamu.
Mbrojtje zonale tani e Golden Eagle Lullit. Anderson pengot atje, luftë e madhe e Brandon Huffmanit, i cili e pret skotin dhe ja dorëzon topin në dorë Allen. E sheh korridorin, depërton me floater, a realizon pa kurfar problemi. Zgjidhje inteligjente e pa korridorin në mënyrë nonchalante, depërtoi, e lëshoi dhe shënoi. Trevon Allen, mbrojtje e jashtëzakonshme, betejë dhe luftë të madhe po bëjnë lojtarët e Golden Eagle Lullit, posaçërisht Anton Scott, 18 pikë të tij. Edhe Trevon Allen dal nga dal, po afrohet 11 pikë të Allenit, i cili ka edhe 3 kërcime, 3 asistime dhe 3 topa të vjedhur pa e humbur asnjë. Scott për Allenin, i cili për çfarë pozite mbi Nwamun tentoi, përpaksa nuk e vjedh edhe këtë top Ken Anderson. Zimorina e ndal në mënyrë të palejuar. Anderson do të arrivë këtë top. Janjeva shkon në kënd atje, është pozita e Mukit atje për 3 pikë. Nwamu mbetet i vetëm. Sa bukur atje vjet këtë top Scott. E kërkon kontaktin. Referët Heshton pati kontakt këtu. Nwamu për Alejson Zeqirin, të cilin Gzimi tenton ta pengon, por nuk arrin. Treshe e Alejson Zeqirit për 71 me 62. Pika e 15 e Alejsonit, treshja e 3 e tij. Mbrojtje zonale e Bashkimit. Zimorina, bukur atje. Asistimi Scottit për Gzimin, i cili afron përsëri në 7. Allen pran Janjevës. Lesoni shkon në blok atje Andersonit dhe bëhet gati për treshe pret topin. Mbrojtje fenomenale. Lake lufton, e kap këtë top, ishin të ngath atje. Jo të vëmendshëm, edhe një kërcim në sulmi Dequan Lakeut. Anderson nga një pozitë e vështirë në këtë qerek. E jo shumë efikas. I vetmuar Janjeva për 3 pikë. Ufa, i rëshet topin nga dora. Edhe 7 minuta 3 sekonda lojë. Allen për ball e ka Nwamun. Pick and roll atje, Gzimi mbetet i vetmuar. Allen vendos ta gjën topin të Erion Kastrati, i cili në qaste shumë të rëndësishme lanson 3 pikshin dhe afron rezultatin përsëri në 4, 71-67. Time out ka kërkuar Igor Jovovici. Trevon Allen deportoi atje. Gzimi ishte i vetmuar në anën e djathtë mirë, po Alleni vendosi që topi të shkon në krahun e majt, ku në kënd ishte duke pritur topin Erion Kastrati. Është pozitë e Erionit. Dhe në tentimin e tij të 4-rt, Erion Kastrati në qaste shumë të rëndësishme e shënon këte 3 pikësh për të afruar rezultatin në 71-67. Çfarë loje me të vërtet e jashtëzakonshme sonte. Bashkimi me sulme mirë të organizuara, mbrojtje agresive, ka kontrollu shumë mirë ritmin e lojës, i ka kufizu pikët e lehta të Golden Eagle Lullit, bëri pressing zonal në tërë fushën, në gjysmë fushë, u kthye në backline dhe në mbrojtje zonale, e qarkulloj shpejt topin, pati pozita të lehta, realizoi në disa raste e përsi prej 12-13 pikëve. Në anën tjetër Golden Eagle Lullit me kundërsulme të shpejta, duke kriju edhe pozita individuale për gjuajtje, po arrin, sidomos me Trevon Allen dhe Antoine Scottin, po arrin që të mbetet në loj. Dhe ja tani kur ka mbetur edhe 6 minuta e 45 sekonda loj, deri në fund rezultati është vetëm 4 pikë. Anderson
I vetmuar tenton, nuk realizon. Lejson Zeqiri lufton me kërcim në sulm e drejte te Meritoni. Lejsoni për Nwamun. Çfarë karambolli, çfarë beteje për çdo top. Lëvizje bukur mashtruese e Nwamut nga një pozitë e vështirë, kësaj radhe nuk realizon Erion Kastrati. Lufton dhe Bickerstaff faulin e shkakton. Çfarë beteje, dekoncentrim natyrisht, po ka edhe agresivitet të jashtëzakonshëm në mbrojtje, po ka kërcime në sulm, po ngatrohen. Dram maksimale në 13 qershori. E bukurit e basketbollit kosovar po vazhdojnë. Në anën tjetër, njëkohësisht është duke u zhvilluar edhe ndeshja në Minatori, 68 me 56. Trepça ndaj Borës, me cilën po takohet për herë të dytë brenda 48 orëve. Pasi e mposhti natë më parë, Zimorina lufton edhe e mban topin në lojë. Trevon Allen tenton, nuk realizon. Hoffman më i larti në kërcim është Ike Nwamu, e ka kontrollin e topit. Meriton Ismaili e kthen topin jashtë. Nwamu për Lejson Zeqirin. Allen pran Lejsonit. Kërkon nga Meritoni që të largohet, të luaj me shpinë 1-1. Meritoni tenton dhe treshën e realizon në treshe me treshe, përgjigjet. Çfarë beteje. Porës pra e patëm treshën e bashkimit nga Lejson Zeqiri. Më pas Erion Kastrati u përgjigj e tani edhe Meriton Ismaili. Skot në treshe me treshe për 74 me 70. Çfarë loje, çfarë drame, çfarë rëbeshi tresheve në 13 qershori. Nwamu me Erion Kastratin, fauli Erionit. Nëse nuk gaboj, duhet të jetë kjo personalja e trete, po, e treta e Erion Kastratit. Zimorina ullet për të pushu kapiteni fenomenal sonte në çastet vendimtare. Edhe njëherë Lejsoni luftoj në anën tjetër. Meritonin e vetmuar e pa, asistoj e Meritoni realizoj, ka shkelur vin atje Isaiah Cousins. Sonte nuk është në form të mirë. Anton Scott këtu i thot Jeronimo Sharinit ama topin për 3 pikë. Edhe njëherë mbrojtje fantastike, me të vërtet mbrojtje shumë agresive Golden Eagle Lyllit, i cili nuk po dorëzohet, po e kërkon fitoren e tretë në këtë cikël të dytë vjeshtor. 2 humbje e 2 fitore në këtë cikël të dytë vjeshtor. I ka ylli, bashkimi 4 humbje, po lufton për të ndërpresh serinë e 4 humbjeve. A do të arrin apo jo mbetet të shihet, luftë e madhe atje. Bickerstaff me Hoffmanin luftojnë, shtyhën, beteje madhe. Nwamu ja vjedh topin vetëm për një qas. Scott, Nwamu lufton, Liz Shoshi e dëbon topin kundër sulmi shpejt. Trevon Allen shkon, e kërkon kontaktin, nuk realizon. Lejson Zeqiri, megjithatë Meriton Ismaili e shtyhen topin te Isaiah Cousins. Edhe 4 minuta loj në këtë ndeshje dhe shfaqje fantastike basketbolistike në Suharik. Cousins për ball e ka Hoffmanin. Luan atje, kërkon pozitë të lirë, nuk ka shënim. Hoffman thot ama topin se është i jemi. Edhe kjo është kërcimi i 8 i tij, 17 pike, 8 kërcime të Hoffmanit. Kërkon aksionin Brinat, trajneri Sharin të shofim. Hoffman shkon në blok, e bën këte. Edhe njëherë blok i 2 fisht për Hoffmanin, shkon topi dhe fauli Lejson Zeqirit. Fauli i dytë i bashkimit në këtë qerek, i treti Lejson Zeqirit. Timeout ka kërkuar trajneri Jeronimo Sharini. Edhe njëherë Anton Scott prej çfarë pozite u shkëput mbi Ismailin dhe Zeqirin, e lansoj gati jashtë vis fundore të fushës.
Edhe njëherë, ky deportim, ai floateri në fillim për 68 me 62 në start të këtij çereku. Nga 2 treshe hynë në seri të tresheve të dyja skuadrat adhurues të basketbollit. Një 2 luftimi snajperistave. Pra, fillimisht ishte Lejsonia i cili bombardoi me treshen e tij për 71 me 62. Në pas gëzimi në asistim të Scottit realizoi për të afruar rezultatin në 71 me 64 para se Erion Kastrati të realizonte 3 pikshin. Lus Regjin që ta përsërisim pikrish këtë treshet Anton Scottit, referët kërkojnë që të rishikojnë këtë situatë. Pati një pretendim se Anton Scott e kishte shkelur vim pak më herët, por jo, u rishikua, situata ishte e pastër dhe është treshe e Anton Scottit. Në fund, pra pas asaj treshe të Meriton Ismailit, e ky njeri 18 pik të Kian Andersonit të gjitha për 3 pik, ishte fantastik, i pati vetëm 8-6, e më pas 4 herë huqi. Mirë po, përveç 18 pikve i ka dhe 8 asistime dhe 4 kërcime. Kian Anderson me vërtet, makine vërtet, Lejsoni 15 pik, Nwamu i ka 14 dhe Bickerstaff 14 pik. Të bashkimi, në anën tjetër, 21 pik të Anton Scottit, fenomenal. Ka shkelur vin tani, e humb, është ky topi i 6 i humbur nga Anton Scott, i cili ka 21 pik, 4 asistime, 4 kërcime. Me gjithate afër double-doublit është Brandon Huffman, lojtari më i vlefshëm i skuadrës Golden Eagle Lullit sonte. Cousins për ballë ka Scottin, topi shkon shpejt atje, e tani po e shohim atë backline të Golden Eagle. Jo, zotni, jo pran me, çfarë tentimi i Kian Andersonit ishte i pa fat, edhe një blokad atje, kush? Nga lojtari me numër 16 është Brandon Huffman, ai i cili ka shkaktuar personale, të shohim edhe një herë këtë blokad Cousinsit. Ishte në pikën më të lartë, nuk bëhet fjalë për pikë të realizuara, po më pas e ndali në mënyrë të paljuar Bickerstaffin. Do të jenë 2 gjuajtje të lira për TJ Bickerstaffin, 14 pikë të tij të gjitha për 2 pikë. Nga 9 tentime, 7 i ka realizu Bickerstaff, 77% efikas nga tentimet për 2 pikë. Scott kërkon që të pengohet Bickerstaff atje. Dhe thota ju thash që ta dekoncentroni. 2 minuta 4-3 deri në fund, Bickerstaff koncentrohet edhe herën e dytë. E huq, mbetet 4 pike përsi. Herën e parë në vijën e gjuajtjeve të lira, i huqi të dyjat TJ. E gabon në udhëheqje të topit Trevon Allen, e kap ftyrën këtu Jeronimo Sharin, s'po mundet me besu në këtë fat të keq. Kian Anderson pranë tij është Anton Scott, 2 më të mirët e skuadrave, me të vërtet 2 lojtarët më efikas, 21 pik të Scottit, 18 Andersonit. Cousins s'ka lojtar të lirë, atje mbrojtje e mirë. Kastrati tenton me pengu Bickerstaff, është foul në sulm nga prapa.
e godet atje në kokë Liz Shoshin. Është kjo personalja e 5 e TJ Bickerstaffit dhe handicap për skuadrën e Bashkimit. I palumtun për Bickerstaffin, ndeshja përfundon me bryllë atje e goditi në kokë Liz Shoshin. 14 pikë, 6 kërcime për Bickerstaffin. Pati një shfaqje të shkëlqyeshme për Bashkimin sonte TJ Bickerstaff. Kërkon më shpejt topin të lëviz trajneri Sharin, shumë po e ndal lojën Allen. Sipas Sharinit dhe reagimeve të tij, s'po i pëlqen edhe kjo që po bën Scott. Brandon Hoffman e shpëton topin nga një pozitë e vështirë, tentoi Kastrati, e shpëtoi Trevon Allen për 3 pikë. Lanson nuk realizon, Shoshi për Allenin i cili e humb këtë top. Çfarë drame! Nga dare po him në 90 sekondat e fundit adhurues të basketbollit. Cousins për Meriton Ismailin, lëvizje mashtruese, por nga prapa blokade Liz Shoshit dhe topi për Golden Eagle Yllin. Pa. Çfarë loje, çfarë drame. Bashkimi me mirëshe me shpirt po lufton që të ndërprej serin prej 4 humbjeve rresht, ndërsa Golden Eagle Ylli për fitoren e tretë në këtë cikël të dytë dhe për t'ju shmangur pozitës së fundit në tabel. Scott të gjithë i mbledh, e pason Lisi, kërcen Scott, e përmirëson kërcim në sulm nga Anton Scott. 23 pikë të tij, 4 kërcime dhe 4 asistime. 74 me 72. Vetëm 2 pike për si. Kemi hyrë në minutën e funit. Nwamu për ballë ka Kastratin, ndrohon me Liz Shoshin, edhe 2 sekonda. Brandon Hoffman me edhe një blokad, Erioni nuk ngutët, e kërkon Scottin. Kërkon atje faul atje trajneri Jovovic. Scott faulot nga Kian Anderson. Edhe ky është fauli i 4, i pari i Kian Andersonit. Të dyja skuadrat kanë plotsu bonusin, 36+4 deri në fund. Drama arrin maksimumin. Çfarë lojë në 13 qershori, çfarë betejë, ju kom para lajmëru edhe në fillim. Allen për valle ka Nwamun. Allen deporton deri në fund, e mbyllin mirë, mbrojtje e mirë. Allen nga një pozitë e vështirë, edhe mbetet me top në dorë, ka skaduar sulmi. Gabon topi humburi Trevon Allenit. Kërkoj që të bëhet heroi ndeshjes, mirë po. Ishin të vetmuar atje edhe 2 lojtar. Nuk e pash mirë se kush ishin Lus Regjin që ta përsëris edhe një herë nëse ka mundësi këtë sulmin e fundit. Pra Trevon Allen. Brandon Hoffman u hapa atje për pick and roll, edhe Lisi ishte nën tabel, por u vonua me pasim. Erion Kastratin e pati të vetmuar atje për treshe, ja si i kërkon topin, ishte i vetmuar dhe Allen vendosi që të tenton të bëhet hero për të realizuar 3 pikshin. I pati 3 lojtar të lirë, Hoffmanin pas pick and rollit, Lisin i cili ishte në brendi dhe Erion Kastratin në këndin e majt. Çfarë loje? Topi do të jetë për Bashkimin, edhe 21 presje 2 sekonda do të ketë sulmin deri në fund. Anton Scott kërkon për krahjen nga publiku, kërkon që publiku të bëj zhurmë. Topin do të arrivon natyrisht nga vija fundore. Kastrati është pranë Nuamut.
Mbrojtje e mirë për pak sa nuk e vodhi këtë top. Kian Anderson i ka tje Trevon Allen. Dhe fauli Erion Kastratit ndaj Kian Andersonit, i cili sonte asnjëherë nuk ishte në vijën e gjuajtjeve të lira. 18 pikë të tij, të gjitha i ka realizuar për treshe. Kian Anderson, Sharin nëse shënon të dy gjuajtjet e lira, kërkon time out, 13 presje 8 sekonda deri në fund. Drama arrin maksimumin, hera e parë në vijën e gjuajtjeve të lira dhe është i sakt. Kian Anderson, pikë shumë të rëndësishme nga vija gjuajtjeve të lira për Bashkimin. 75 me 72. Edhe herën e dytë realizon 76 me 72. Katër pike përsi 20 pikë të Kian Andersonit. Pra këto dy gjuajtjet e lira janë të vetmet pikë që i realizoi Kian Andersoni e që nuk janë treshe sonte. 6 pikësha të tij dhe dy gjuajtje të lira në çaste vendimtare. Ja, është ky ai asistimi i Lejsonit në kënd për Meritonin, treshe shumë e rëndësishme. Maksimalisht po luftojnë të dyja skuadrat, Halal ju qoft, Pirolla ju qoft, të dyja ekipeve. Një lojë fenomenale sonte nga Bashkimi dhe Golden Eagle Ylli, të cilët na përgatitën një shfaqje të jashtëzakonshme. Meriton Ismaili me lëvizjen e tij të bukur mashtruese, por në vend ishte atje i vëmendshëm Lis Shoshi. Njëzet pikë të Kian Andersonit, më i miri të Bashkimi në anën tjetër me 23 pikë, me të vërtet i jashtëzakonshëm sonte Antoine Scott. 23 pikë, 4 kërcime, 4 asistime, krejt to t'i lëm anash sekundat e fundit, 13 presje 8 sekonda deri në fund. Topi për Golden Eagle Yllin, blok atje për Trevon Allenin. Dollapin e bëjnë atje blokun, Trevon Allen tenton dhe treshën e realizon. Çfarë aksioni fantastik. E pat atje një elevator blok, pra si dyrte dollapit e kisha lut edhe një herë regjin që t'na përsërit se si Trevon Allen e shfrytëzon, jo këto prej rivënës së topit ju lutëm, me pase si e bëjmë blokun. Ma herët, edhe ma herët, gjatë rivënjës së topit, për mrekulli Erion Kastrati e priti, ja shikoni Lisin dhe Risin, se si e bëjnë atë blokun, vjen Ris edhe njëherë, një blok i rejshëm, ik në anën e majtë atje, Trevon Allen, dhe atë që nuk e bëri parës, e bëri kësaj radhe mbi, Iken Wamun shkëputet lartë dhe realizon për 76 me 75. Aksioni ndërtuar në mënyrë fantastike dhe i realizuar në mënyrë fantastike, po e shojmë atje në këmbë. Me shumë dram po e shikojnë edhe Lovre Bashish dhe Arjan Qallaku të lënduar. Në anën tjetër Bailey dhe Anthedi. Një pik dallim, topi për Bashkimin. Drama arrin maksimumin, Janjeva do të rivoj këte top të shofim se çka ka përgatitur Jovovici. Kian Anderson me top atje, edhe fauli Joseph Risit. 8 presje, 1 sekunda deri në fund, përsëri në vijën e gjuajtjeve të lira. Më i miri te Bashkimi sonte Andersoni, 20 pikë të tij, parës realizoi të dy gjuajtjet e lira. A do tjetë i saktë edhe kësaj here, në çastet vendimtare, kritike dhe dramatike, Kian Anderson. Po, i ftoftë si akull është. 77 me 75. Realizon edhe të dytën, 78 me 75.
Edhe 8 sekonda loj deri në fund. Anton Scott shkon deri në fund, do të tenton për treshe. Reese depërton, realizon, edhe ndeshja përfundon. 78 me 77, mbeti atje Erion Kastrati, duke kërkuar topin, edhe fitore minimale e bashkimit. Çfarë loje, çfarë bete, çfarë drame. Të zhgënyer mbetën pas saj